Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Autori pastaj ka sjell duan çka do të thën ose çfarë duaje themi nëse parandjen diçka të urryer nga një shenjë o gurzes. Kjo tema shumë rëndësi. Përse se kjo ndërlidhet me shirkun. Që i themi në popullin ton bestytnit. Bestytnit kanë deportuar çdo popull, po kanë deportuar të muslimanët me të madhe edhe pe i popujve të ndryshëm të botës. Fjalë mas fjale, ju shpërndo, ju përhap, po bëj keq kjo, s'po bëj keq kjo, kjo ish mirë, kjo ish keq, që shtojmë te na meselet plakave. Po meselet plaka po tani kanë marrë burrat. Ose meselet grave po i kanë marrë burrat. E bestytnit janë pjesë e shirkut. Janë pjesë e shirkut që na i kena pas në popullin tonë me të madhe dhe hala i kena. Për fat keq. Me ta prej maca udhën, kthef të mas. Me të knu laraska në shpi, që hike se ka me ndodhë diçka. Në ditën e martë, mos e ba këtë punë, mos e ba atë punë. Se dita e martë ndodhin punë të këqia. Kjo bestytnit shumë të në popull, cilat krejta e cenojnë besimin drejt për drejt. Thot pejgamberi sa në hadith. Kush kthehet për shkak bestytnive pej një pune, pej një udhimi, pej një nevoje. U nis dikun me shku. Dhe ndodh diçka që pastaj ai kthehet për shkak kësajna, ai ka bu shirk. Dhe mënyra për me largu pastaj çish ka mundësi me fshi o Zot që të shirk, e kanë pyet sahabët, ka thonë, çka mundësi me fshi që të shirk, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e kanë pyet, e ka thonë që dua. Allahumma la tayra illa tayruk, wala khayra illa khayruk, wala ilaha ghayruk. Allahumma la tayra illa tayruk, wala khayra illa khayruk, wala ilaha ghayruk. Nëse i ndodh çdo dikujna, le ta thonë që dua. Dietar kanë thonë kategoria e bestytnive të zemra e njerit lidhje me shirkun është mirë përgjithshme dy lloje. Nëse njeri për një me ndikohet prej bestytnive deri në atë mas, saqë ja ndryshojnë planin e jetës, ky për një me ka bërë shirk, i cili ka mundësi e ka nxjerrë për Islamin këtë. Pse? Për arsye se nuk ja ka lënë çështjen Allahut azza wa jall. Nuk ja ka dorëzuar çështjen Zotit. Ja ka dorëzuar çështjen dikujt tjetër. Macës, subhanallah. Me orë punë dhe që aty që me të kalu maca, më thonë, jo se tash pas ka me ndodhë diçka. Kthef të mas. Dhe më pi bjen që maca pa ta cakton ty punën tënde. Jo Allahu. Ka thonë dietarët, edhe me të shku menja në zemrën tënde, që nëse shef diçka sheja, me të shku menja që mos po ndodh diçka e keqe, mos po bëhet diçka, edhe që kjo nuk guxon me në zemër, se ka mundësi me u konsideru mëkat. Edhe nëse si të boti, edhe nëse ke vazhdu rrugën, ke shku, veç nëse ke menuar dhe ke thonë, nalbe se nashti ka mundësi, që kjo është gjëna 100%. Pse? Për arsye se e ke humbur mbështetjen Allahun. Nuk e ka në dorë kurkush çështën e njerëzve, caktimet e tyre, jetën e tyre përveç Zotit. Dhe për këtë arsye, çata musliman që mbështeten më shumë te Zoti, çata musliman nuk kanë bestytni. Nuk i ndalon ato pe punëve të tyre, nuk ja prish planet e tyre, gjërat që ndodhin në kosmos, në gjithësi. Ja, ato e dinë që çështjet i kanë dorë Allahu azza wa jall. Për këtë arsye 70.000 njerëz që kanë me hinë xhenet pa llogari. 70.000 njerëz që kanë me hinë xhenet pa llogari hiç, pa u pyet pe Zotit hiç, direkt. Janë, ka thonë pejgamberi sa, alladhina la yarqun. Ose alladhina la yastarqun. Wala yatatayyarun. Wala yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ata të cilët nuk kërkojnë prej tjerëve me i shëru. Nëse shërimi, dhe këtu për qëllim është shërimi që ka të bëj me gjëra bestytni ndryshme që ta humb ty besimin, sikur që ndodh te populli jon. Ashtë i smut, i thu mos shko te filoni se ai është shejtan, ai veç smun halo, s'kam shka me bo, shërimin jam të kërku.
s'kam ka me shku, do të patjetër. Po s'ban se ai qtin hala më shumë gjëna. Ja se s'moj se kam çore. E çto persona edhe nëse kthehen, bëhen, pendohen te Zoti, çto se në mrinçet që të gradë me hinë xhenet pa llogari. Wala yatatayyarun, edhe nuk mbështeten bestytni. Edhe nuk kërkojnë më shëru në trupin e tyre, jo në aspektin shpirtëror, por në trupin e tyre me gjëra që i ka ndalu Allahu. 3 çështje. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dhe në Zotin e tyre mbështeten. Kush i ka çdo trija që i ka largu për vetes vet, është mbështet në Zotin tamam ç'është duhet, që ky person shpresohet që është për këtyre personave që kanë me hi në xhenet, pa dhënë llogari hiç në ditën e Kiametit. Në mesin e tyre janë edhe çto çka, edhe çto çka largohen për besytnive. Subhanallah, te Arabt para Islamit, para 1400 vjetë, ka qenë besytni zogi. Zogi i zi, korbi. Nëse kanë shku dikun rrugë dhe kanë po zogin, ju nalë. E kanë tut. Nëse ka shku në të majtë, s'kanë udhëtu, ju në këthy. Nëse ka shku në djath, kanë udhëtu. Ka thonë se ona e djath është në rregull, mirë është. Ona është majtë, ja po në ndodh ka dishka rrugës. Subhanallah, para 1400 vjetë, kjo bindje, kjo mentalitet i ulët ka qenë të Arabt. Ka arë pejgamberi sa me ka largu këta. Dhe është kthy te muslimanët. Mund tash që po thojnë jo civilizimi, kultura, i na tetën mentalitet, i shohmi çështje më ndryshe, s'pi shohmi çështje më ndryshe hiç. Po ka njerëz me shkolla, me fakultete, po kur po është çështja e besimit ti, po është hala pa hin klas parë, hala nga dimore s'ka hi. E ku ta çështin peshojnë e ti dijen se e ka ai, i thush ka jetu bo mor, po ai të di çka jetu bo. Ku e ki menjen, ku e ki trut. Qashtu ka në qatë deregje se shejtanin e ka zotrinë e tij. Pastaj edhe i ka hub mentaliteti, ajo vedia e madhe që e ka në jetën e kësaj bote, ju ka përzi edhe çështje shumë elementare, shumë thjeshta, dosh mi fol sikur kur i fol një fëmijë. Sikur që tregon një sheh e Arabisë Saudite, thot kam qenë në Kinë, thot për një shërim, të një mjek, thot ma i miri në të ven atje. Thot edhe, kur hina aty në zyre, unë priti shumë mirë e kështu, thot e kish pas një idhull të vogël, pe loqët apo i qka të marum, e kish pas shtë me një qash. Tha dhe, të bëhon profesor, doktor, me studime, me krejt, domethën. Tha pi tham, çka është ky këtu? Ta tha, ky është Zoti jam. Unë si mos ta kam këtu me vetin zyre, unë as me punu as kur gja. Thot ky sheh, thot subhanallah, unë ala me nova, ky profesor doktor, shkencëtar. Edhe robi shejtanit në çështjen më elementare në jetën e vet. Ku i shkoj gjitha e dije? Ku i me gjitha e dije? Veç mundon me menu. Ku i me gjitha e dije? Po çit mesele. Edhe fëmijës nga dimore s'ban mi folën se thot, jo be thot çka të ban ky, jam shën çkelëm. Me kom jam shën. Çka komo si me të bëj ky? Jo ruaj se ky është Zoti. Po thjesht mos vaj gore. Edhe fëmia nga dimore. Ku kam rri ky? Kam rri në çat mesele që fëmijëve nga dimore para shkollor s'mund mi u fol. Pse? Për arsye se është bo robi shejtanit. Dhe kur ta pasoj njëri shejtanin, nashti e din, nashti nuk e din, pastaj edhe vedia e tij ulet te poshtë. E te populli jon, që 1400 vjet kjo traditë u hek pe muslimanëve, ka kanë thënë që muslimanët se kanë këta, hala që tash te populli jon, jo vallai rune se një mocë zez, kaloj, skaloj, hini, dol, e pam, se pam, hala bën çto bestitni te populli jon. Edhe në mesin e njerëzve që falen. Kurse kjo është që shtash, përveç që është shirk, është gjëna i madh, ka mundësi me t'i fshi punët e mira krejt, është edhe mentaliteti ult. Është edhe vedia e thjesht. Po shka ko lidhje maca me jetën tonde? Shka din maca me jetën tonde? Sigur që shtojnë edhe për kalin e Nasradinit, ato patkoj që i vnojnë të na. Edhe patkoj për mos me marë mësysh. Shkas mos, në mohon, kejta këto janë bestydni, kejta janë pralla. E tha, kishe i ka thonë,
kalin Asadinit, po shka janë që to patkoj? Ka thonë këta janë për me dhonë mirë, me dhonën të mira në jetë, me të largu për shijave. Thotë vallai unë i kam 4 veç kurs më ka do dajake. Domthon kali për ju kallzon dersin e tjerëve. Kurse të na njerëzit me dije, me krejt, kur ti shish na për dyqane, na përse, dikush e ka vënë një sy, dikush një rruz, dikush një patkoj të kalit, çdo patkoj të kalit nuk e di pe ka kanar për një me. Po subhanallah. Subhanallah, kur të hupin lidhja me Allahun azza wa jall, edhe mentaliteti i njerëzve bën te poshtë. Allah na vetëdijsoft, Allah na drejtoft. Allah e drejtoft umetin ton, popullin ton. E inshallah e largon për këtyre besimtëve të cilat janë shkatërruese, shkatrimtare për logjikën, për mendjen e shnosh para se me qenë shkatrimtare edhe për zemrën dhe besimin e tyre. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammad.